Jam bërë peshkopi I parë ortodoks I Kosovës, është hera e parë në historinë moderne të Kosovës që Kosova dhe Prishtina bëhet me një peshkop ortodoks. Dhe faleminderit. Dhe Selin do ta inaugurojmë për Pashkët ortodokse, aty ku do presim personalitete, kryeministrin, presidenten, ne do t'i çojmë ftesë të gjithëve për të ardhur dhe për të na uruar Pashkët tona. Sigurisht në ndonës Bendejë dhe në Soqe. Do ta kisha për nder dhe për krenari të madhe. Për krenari të madhe. Ato janë për këmbë se kanë gole, vi. Po, patjetër. Bravo. Patiko, po kjo ka dhënë shumë në emisione të mia, është Vallai bre, tu më kujtu kje. Po. Kjo fytyrë, kjo fytyrë. Ky ja ka zakon, domethënë me shkupin ngus serb, I kanë ngucë edhe jena kon bash Gazimestane. Jo, nuk I kemi nguc. Nuk I kemi nguc. Ne kemi thënë të vërtetën. Ata zonë ngucë se si kanë ngucë ka shku te manastiret tona. Ne kemi thënë të vërtetën dhe e vërteta është që Kosova është republike e pavarur, demokratike, independente dhe do ishte e mira e të mirës që kryeministri I Kosovës, presidentja, shteti I Kosovës të kuptoj që pa një kishë ortodokse autokefale të Kosovës shumë e vërtet. Nuk mund të ketë dot një shtet pavarur, sepse siç thoshte edhe Fanoli, pa një kishë ortodokse shqiptare vihet në rrezik sovraniteti I shtetit. E vërtet. Çfarë po bën Serbia në Kosovë? Pse nuk po largohet? Sepse pretendon që kishat dhe manastiret janë të serbëve, por që historia ka treguar ndryshe. Dhe prandaj peshkopi ka ardhur sot që thot të lejmë. Tani të vinë të kishat e veta në të nëvoj për haj pavarësinë. Bravo. Kemi po edhe realisht në Big Brother para një, nëse s'gaboj një muja. Më pak më duket. Që shkova takova Laerti. Unë kur gjëra Laerti sonte se ke. Që shrakoj Laerti. Ti e koma. Unë jam që. Unë e këshimi për ditë vallaj. Vallaj. Që shrakoj Laerti në me kërpo, drejt galza. Unë mendova që do qeshte, po nuk e kuptova pse u prek kaq shumë, sa që reaksionte, e ke parë besoj. Ko që shok e kena posi, kem të video interesante. Shumë interesante. Por nuk I tregojmë se... Do me avo publike, Laerti do me thonë që për shembull, nëse nuk eviton çmimin, na kena mund të po publike. Po, nuk diskutohet. Laert, ai nuk na ndjek tash, po I themi Top Channel-it që të ketë kujdes, lutem. Të japi çmimin atij që e meriton. Laerti domethënë. Kështu a ke bisedu, a ke pas kontakt me prej se ka një Laerti sonë kum shkruaj po shpjegoshin telefonat, me vërtet. Jo, nuk ka asnjë kontakt. Se thash mos e kësi fura, vetëm Barceleta e tanaj. Jo, nuk ata janë tërësisht izoluar atje brenda, nuk kam pas asnjë kontakt. I kam shkruar një mesazh atij Ledionit. Ledion Liçës, po e përshëndesim. Lidhje përshëndesim, nuk më ka kthyer përgjigje. Ishte momenti kur Laerti ka pas një debat shumë të madh lidhje me babain e veta, diçka e tillë, dhe e pash që ishte shumë I ngarkuar emocionalisht. Po, ka qenë nona nëse s'gaboj. Po, dhe ti e di që unë dhe Laerti jemi miq shumë të mirë, ai është shumë besimtar dhe I shpreha dëshirën për ta takuar privatisht Laertit, po nuk më erdhi asnjë përgjigje pozitive. Ne kemi shumë shok morena. Po shumë shok e kemi, është djalë I shkëlqyer dhe patriot I madh. Padre Ozana është vajzë e mirë shumë. E vërtet. A e lëm pak skenën Lauresës me një kong? Patjetër. E meriton ja? Patjetër. Se ketë kuqezini po. Kuqezini, po.
faleminderit shumë. Kisha pas dëshirë nga një mesazh për fund. Në lavëshe? Çka për fund? A kina një mesazh? E di që ki me shku në qabën e me, a ki me shku ajo? Po, Allah ka me shku. Kur? Me 6-tin. Me 6-tin, a? Te me 16-tin ati jem. Me 6-tin, mas Bajrami pas ke me shku, veç? Mas Bajrami, që ashtë ka na ka qitë grupi. Po. Për fond, ju baj kajt apel Kosovës me qumin e mireti. Ja vërtet. Bravo. Mu bashku. Bravo. Mos me Na shani jem një kombi. E jo më qysh e kanë rrë, se dojnë janë i tjetën, shumë... Mos vetë për ta. Mos vetë për ta. Në në mendej ti? Qa ki Me për fund? punun shumë për Kosovën. Vllaznim bashkim, Mos shqiptarët, edhe me punun edhe ma shumë. Faleminderit shumë për këtë fjalë. A Me dikon? qek fabrika, mi nalë trit këtu. E vërtet, mos me shku jashtë. A dikon ju për fund çka keni me shtu? Mesazhi im i fundit është ju pres të gjithëve në datën 20 festojmë dhe të muroni Pashkën në Prishtinë. Do të presim edhe do të jemi atje. Faleminderit. Faleminderit shumë çeshi, nëna Medej, faleminderit shumë. Mirë ka. Faleminderit atë Nikol, faleminderit shumë. Faleminderit. Nëna Oqe, faleminderit shumë. Shumë faleminderit edhe i tij. Faleminderit edhe shikuesve që na ndjekën, faleminderit Lauresa Çekizit, këngëtarës tonë të mrekullueshme.